Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilahe illallah. Elhamdulillahi Rabbil alamin, ya Rabb. نحمدك ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. تداشر وزر مسلمان. Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluh me këtë ajeti kerim që urdhënon Allahu alem bi muradi. Ne jetëm disa minut dhe marëm disa frim në njën e fjallëve të Allahu Dhul Gjelal dhe në kullin e medresës së Rasulullahit alayhi salatu wa salam, duke i lutë Allahu të fuqiplot që aj me fuqin e vetë mbar musliman prej zullumit të zullumtarve, Allahu t'i shpëton, ndërsa zullumtarët mes vete t'i shkatëron. Po ashtu lusim Allahu Dhul Gjelal që aj me mëshirën e vetë neve si gjunahkar pre azapit të xhehenemit të na shpëton, Gjennetul Firdausin nasip të na bën. Amin. Vëllezër të dashur, ishim në hijen e surës së bekuar, Suratul Hujurat. Por sot murëm leje nga ajo sure bekuar që të uhazën një ajet nga një tjetër sure të bekuar. Pra ajetin që lexoj para jush është ajeti i parë i surës Isra, nga se me këtë ajet Allahu Dhul Gjelal dëshmon Isran e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe thot: Subhanalladhi asra bi abdihi. I lartë madhruar është ai i cili e udhtoi robin e vet në një pjesë të natës, lejlen, min al masjidil harami ila al masjidil aqsa. Udhtimi bukur i gjatë për një moment shumë të shkurt, prej Masjidul Haramit deri në Masjidul Aqsa. Arriti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e pastaj prej Masjidul Aqsas u ngrit në Sidratul Muntaha. E gjithë kjo me dëshirën, me mëshirën dhe me fuqinë e Allahut Dhul Gjelal. Pra vëllezër të dashur, Israse dhe Mi'rajit i paraprin disa ndodhi të cilat i përjetoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me mjaft vështirësi, por me guxim burrërie, me trimni të tij siç ishte ai Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Pra cilat ishin ato punë të cilat ose ndodhi të cilat i përjetoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e pastaj Allahu Dhul Gjelal tafton ato deri në Sidratul Muntaha. Vëllezër të dashur,
ju bashmire dini se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vuajtur me të madhe, me të vetmin qëllim që ta përhap këtë din, të mos kishte vuajtur aj, dhe të mos kishten i durushëm, dhe të mos kishten i guximshëm, nuk do të arrinte kjo fe, dhe nuk do të përfshinte kjo fe rruzullin tokësor, por me durimin, me mëshirën, me urtësi, me trimnin, me burnin e tij që posedonte, sikur graniti që ndronte, derisa realizoi misionin e tij pra përhapjen e Islamit. Vëllezër të dashur, në këtë vit kur ndodhi Israja dhe Mi'raji, ndodhen disa telashe, disa vuajtje, disa fatkeqësi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ajo ishte e para bojkoti i Mekkasit. Mekkasit bojkotuan fisin Kurejshit 3 vite me radhë, derisa u detyruan prindët të dalin të kërkojnë në përbërloke, të gjendë një lëkur, ndoshta mos ka mbetur, të pastrojnë ato e të uqënë fëmijëve të tyre si ushqim për saballëk, drejt ose darkë. Subhanallah, kështu bojkot të egër ushtruan Mekkasit mushrik kundra muslimanëve. Ka fundi bojkotit ndroi jetë Ebu Talibi. Pasi që mbaroi bojkoti, me njëherë ndroi jetë agja i tij, mbrojtësi numër 1 Ebu Talibi. Pas 3 ditëve, sipas disa variantave, pas 3 ditëve që ndroi jetë Ebu Talibi, ndroi jetë edhe mbrojtësi tjetër i çmuar, pra Hatidja radhiyallahu anha. Hatidja, vëllezër të dashur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë jetës së tij shpesh e përmendte Hatidjen, e cila ishte 15 vite më e vjetër se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, ajo ishte shumë besnike, ajo ishte shumë e sinqertë, ajo shumë e ndihmonte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me pasurinë e saj që pat, me urtësinë e saj që pat, dhe me nderin dhe respektin që ja kushtonte pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur, para se të ndron jetë Hatidja, erdhi Xhibrili alayhi salam, por jo të bjen ndonjë ajet kuranor si që kish zakon, se kur zbritte Xhibrili dhe vike te pejgamberi, i binte ajete kuranore nga Allahu dhul Jalal, por në prag të vdekjes së Hatidjes radhiyallahu anha, erdhi Xhibrili në vizitë në shtëpi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I dërguari tha: "Mirë se erdhe o Xhibril, me çfarë ajetin ke ardhur?" Tha: "Ja Rasulullah, nuk të kam pru ajet kuranor, po të kam pru një përshëndetje, një selam të posaçëm nga Allahu dhul Jalal." Allahu i bën selam Hatidjes dhe thot: "Të përgëzojnë me një pallat të xhenetit e ndërtuar nga diamanti." Këtë selam e ka Hatidja për Allahu dhul Jalal. Vëllezër të dashur, këto kanë qenë gratë e parë, këto kanë qenë gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që përshëndetjet i kanë pranuar prej Arshi Alas, jo prej radio edhe televizioneve. Përshëndetjet për Allahu dhul Jalal, nga Arshi Allah i ka ardhur përshëndetje Hatidjes radhiyallahu anha, që ajo të mos brendosit me largimin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi të mos brengosit nga se Hatidja shkon në një pallat në xhenet i ndërtuar prej diamant. Vëllezër të dashur, ndron jetë Hatidja, mërzitet me të madhe i dërguari, jo si person për Ebu Talibi, jo si person për bashkëshorten, por ato i kishte ndihmues për dinin e Allahut. Nga kjo u dëshpru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk u dëshpru pse vdiq mingja i tij Ebu Talibi, por ai ishte krahu i gjatë që e mbronte në përhapjen e tij. Jo si bashkëshorte Hatidja, po ai ishte krahu i gjatë i tij që ndihmonte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe ai mendon tashti se i humbi din ndihmuesat më të afërt të tij, pra axhën dhe bashkëshorten. Vëllezër të dashur, mori pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hap të çuditshëm në këtë moment të mërzitshëm, vit të cilin e quajti viti dëshpërimit, pra viti pikëllimit e quajti këtë vit.
dhe u ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një djalosh të cilin e kishte pranë vetes, me Zeidin radiallahu anhu, dhe mori rrugën të udhton jo më pak se 100 kilometër në këmbët e tij, pa ker, pa deve, pa helikopter special, por në këmbët e tij të bekuara udhton me një djalosh përdore deri në Taif, qytet 100 kilometër larg Mekës së bekuar. Kur shkon në Taif, i thirrën 3 kryetarët e qytetit, ose 3 kryetarët e fiseve. I thirr ato dhe ju spjegon për qëllimin që ai ka shku. Ato as pak nuk e pranun, por i thirrën banorët e qytetit që të rreshtohen në të djathtë të majt kur kalon pejgamberi, ta gjujnë me gur. Subhanallah, jo ta pritin me lule, po ta gjujnë me gur, se ki ka ardhur të na kallëzon një fe të re, e të na shtin ta lëm fenë e baballarëve, adhurimin e putave e kështu me radhë. E përcjellën me gur dhe zë të dashur, gjesa gjaku i bekuar i tij, nga koka e tij ra në këmbët e tij. Subhanallah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi u largu nga Taifi, u ndal dhe bëni një lutje, dhe në fund të asaj lutje tha: o Zot, kjo që përjetova për dinin, për islamin, për fjalën tënde, për shahadetin, as pak nuk ka problem, veç një frikë kam, ndoshta ti mos je hidhur me mua. Subhanallah, njëri që hangur ka kryet dhe gurzohet për të vetëm qëllim, për të ngritë shahadetin, ka frikë vallë, Allahu mos është hidhru. A kemi frikë na ndonjëherë që as pak nuk kontribuojmë për këtë din, as pak nuk përjetojmë kur fat vështirësie për këtë fe, edhe prapë se kemi gajle se vallë, Allahu, a edhe mo nuk është hidhru me ne? Vëllezër të dashur, pastaj erdhi Xhibrili alayhi salam me melaqen e kodrave, melaqe cila se kish zakon ta viziton pejgamberin, por në këtë rast bashkë me Xhibrilin vjen melaqja e kodrave. Xhibril alayhis salam tha: ja Rasulullah, ka ardhur melaqja e kodrave dhe ka një dëshirë dhe ka një kërkesë prej teje. Tha: urdhëro. Tha: ja Rasulullah, a jeni dakord? 2 kodrat e Taifit, njëra në të gjatë e tjetra në të majtë, nga se Taifi ishte në lugin. Tha: a jeni dakord që 2 kodrat ti mbyllit, ti takoj, ti bashkoj me zvete dhe ta shduki mbar qytetin, ta shduki mbar popullatën? Subhanallah, para me ndodh lojdashi. Njeri cili akoma gjaku i ti në trupin e ti pikon, i e këtë shanca që kitë popull Allahu ta shkatron, por ki nuk pajtohet me to. E dini që thot: jo, nga se unë shpresoj se prej zuretit të tyre do të vinë ma vonë do njoni i cili do të thot: la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Nuk pajtohen të shkatrohet popullit. Vëllezër të dashur, pejgamberi ynë, dini jonë, ne si muslimon, asnjëherë nuk pajtohemi që të shkatrohen dikush me përjashtim kur ai meriton, dhe kur Zoti e din sa ai meriton të shkatrohet, në atëherë lutim Allahu xhelal të gjitha ato që meriton shkatrimin, Allahu t'i shkatrojë. Vëllezër të dashur, pra kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj vazhdoi rrugën. Mirë, po rruga ishte natën edhe ditën, me pushime, me djaloshe, në këmbë pa ushqim dhe pa ujë. Si e kalonte këtë udhë të vështirë, vetëm shpirti i tij e din. Vëllezër të dashur, pastaj arriti në pika të shkurta, arriti në Mekë. Me klasit veç e muran vesh se çka ka ndodhur. E shtun edhe mo presion. E të prun edhe mo presionin ndaj të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Dhe një ditë Ebu Xehli, duke kalu pejgamberi pranë tij, Ebu Xehli mbushi një grusht me zallë dhe jahudin sy pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai duke pastru zallin prej syve tha: oh, sa vështirë qenë ka pa ty o axhaj im. Subhanallah, e përkujton Ebu Talibin, tha: sa vështirë qenë ka jeta pa ty o axhaj im, se sikur t'ishe ti, se bonte Ebu Xehli këto, nuk kishte guxim. Erdhi Xhibril alayhis salam i tha: ja Rasulullah,
Allahu dhul Gjelal thot, mbështetju ati që nuk vdes. Pra mbështetju Allahut, vëllezër të dashur, këtu shtrohet pyetja, pse Allahu dhul Gjelal i mori Ebu Talibin, pra minxën, edhe bashkëshorten në këto momente të vështira, pse nuk i la këto të ndrojnë jetë pasi qënë në Medinë, e pasi ta formon shteti, e pasi ta formon ushtrin, e pasi të forcohet, pse nuk ja la deri atëhere? Jo, vëllai dashur, ja murt Allahu dhul Gjelal që ajtë të mbështetet në Allahun, e të mos thonë pastaj njerëzit, po, të mos ishte Ebu Talibi, kur kjo fe nuk do të forconte, ama ai me fuqinë e vet. Jo, vëllezër të dashur, fe nuk e mban as hoxha as haxhia. Fe nuk e mban musliman, por e mban Allahu dhul Gjelal, nga sa e ka garantuar. Por ato të cilët punojnë për këtë fe, fitojnë azillokun e Allahut dhe fitojnë xhenetin. Vëllezër të dashur, vin një natë prej neve, Gjibrili alayhis salam ta viziton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe t'ja bjen ftesën, t'ja bjen thirrjen. Vjen Gjibril alayhis salam me një burak me vete dhe thot, ja Rasulullah, Allahu dhul Gjelal të ban selam, hip ti burakut se do të shkojmë, do ta vizitojmë Mesjidul Aqsa. Vëllezër të dashur, Allahu dhul Gjelal thot, është Allahu ai i cili e udhtoi robën e vet, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, në një pjesë të shkurtë të natës, prej Mesjidul Haramit deri në Mesjidul Aqsa. Mesjidul Harami, Kabja, atëherë nuk ishte xhami, nga se në to nuk u bofte namaz, ruku e sejdë, por në mbredinë e saj kishte 360 puta, në to aduroheshin putat, e pse Allahu dhul Gjelal thot mesjid, xhami, thot në ato që do të vinë të ardhmen, dhe Kabja ma vonë u bo xhami, mua shu u bo xhami faltore, por ruku dhe sejdë për namaz, edhe Mesjidul Aqsa. Pra vëllezër të dashur, Gjibrili alayhis salam bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për një pjesë të shkurtë të natës arritën në Mesjidul Aqsa. Kur hin brenda në xhami, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa shumë njerëz brenda. Tha, ja Gjibril, po kush janë këto që kanë hyrë para neve? Gjibril alayhis salam i tha, ja Rasulullah, këto janë pejgamberët e mëparshëm, kanë ardhë në xhami të të pritin ty, të kanë ardhë në selam. E pastaj erdhi urdhri prej Allahu dhul Gjelal që këto pejgamber, së bashku me pejgamberin e fundit me vullën e tyre, të falin 2 rekat namaz, në atë formë që në falë pejgamberit më parë. Dhe pasi që ngritën dhe u bën gati për ta falë namazin, valë kush do të del imam? Kush do të del imam tash? Këto nuk kanë xhamat të rëndonjt, kush do të del imam i tyre? Pre Hazreti Ademi deri te Hazreti Isa, gjithë pejgamberët që kanë ardhur, numrin e tyre e din vetëm Allahu dhul Gjelal. Të gjithë e kanë mbushur Mesjidul Aqsa, janë ngritur gati për namaz, por pyetja mes tyre shtrohet, vallë, kush do të del imam? Kuj do të jepet e drejta të primë në namaz para pejgamberëve? Ngrihet Gjibril alayhis salam dhe i bën me shenjë, i bën me isharet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot, ja Rasulullah, ti dil imam. Dhe del imam i mbar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që nga kjo të kuptohet se mo islami do t'jetë feja e pranuar në rrezullin toksor. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do t'jetë vula e pejgamberëve. Kurani do t'jetë vula e librave të shpallur dhe Islami do t'jetë vula e mbar pejgamberëve që kanë ardhur me fenë, me të vetmin din pra me Islamin. Vëllezër të dashur, pastaj vjen urdhri Allahu dhul Gjelal pas namazit që Gjibrili alayhis salam bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të ngriten lartë në qiell. Lartë, o vëllezër të dashur, në Sidratul Muntaha, për një kohë shumë të shkurtë. A di çka thonë ulemoja? Tek yllin më i afërt, tek yllin më afërt tokës, një anije kozmike me shpejtësi 700 km/h të udhton, i duhet të arrijë deri te ylli më i afërt, i duhen 3 vite të plota. Anije kozmike 700 km/h do të udhton 3 vite të plota të arrijë te ylli më i afërt. Po të arrijë në Sidratul Muntaha, që
që s'ka mundësi, po sa vite duhen, aqë sa duhet të vjen drita e yjeve, që drita e yjeve në rruzullin toksor arrin në shpejtësi 300 km në sekund, në shpejtësinë e saj arrin në 1.000.000 vjet dhe ka yje që ende drita e tij s'ka arrit në rruzullin toksor. Pra ngrihet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deri te Sidratul Muntaha. Kur vin para Sidratul Muntaha, pra që udhton me Xhibrilin alayhis salam, i cili pa shenja të çuditshme, duke u ngrit lart në qiell, pa disa shenja që nuk premton koha shumë prej tyre të përmendit, po do ta përmendin vetëm një rast, vetëm një pamje që na përcjelli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga shumë pamjet e tij. O vëllezër të dashur, pa në një kat prej qiejve Ibrahimin alayhis salam, një plak i bukur, një plak i heshëm me disa fëmijë rreth tij që mbronin, e pyeti Xhibrilin: "O Xhibril, kush është ti?" Tha: "Kjo është Ibrahimi." Tha: "Mirë, mora vesh, i pas ka hije për pejgamber." Subhanallah, pejgamberet kanë pas bukurinë e tyre. Tha: "Po kush janë këto fëmijë që qëndrojnë pranë ti?" Tha: "Ja Rasulallah, këto janë fëmijët e muslimanëve që kanë vdekur të vegjël, s'kan pas mundësi ta mësojnë Kur'anin. Ibrahimi ja mëson Kur'anin, që në xhenet edhe ato ta dinë Kur'anin. Pra atyre ja mëson Ibrahimi, po atyre që janë rritë kush do t'ja mëson që se kanë mësuar." Vëllezër të dashur, pastaj në një kat të qiejve, kur arritën, ndërgjoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hati një aram shumë të këndshme. Aram parfymi shumë e këndshme. Tha: "Ja Xhibril, çfarë është kjo parfym? Çfarë është kjo aram?" Tha Xhibrili alayhis salam: "Ja Rasulullah, kjo aram vjen nga një grua muslimane e cila ka qenë shërbetore, kujdestare e vajzës së Firaunit." Subhanallah, një shërbetore e cila ka shërbi në oborin e diktatorit, në oborin e Firaunit, por ka pasur vetëm një detyrë. Çfarë detyre ka pas? Që krehi flokët, që zbukuron flokët vajzës së Firaunit. Dhe një ditë për ditë, duke krehur flokët e vajzës së Firaunit, duke ja drejtuar flokët vajzës së Firaunit, i ra krahnin tokë. Kur ullë të mare krahnin me dorë, tha Bismillah. Kur ndëgjoj vajza e Firaunit, tha: "Çka? Çka është kjo fjalë?" Tha: "Bismillah." Tha: "Ne emrin të Allahut." Tha: "Ne emrin babës tim." Tha: "Jo, baba i nuk ka Zot." Tha: "Unë i besoj Allahut një." Tha: "Pse? Ti ke guxim ti besosh tjetër kujt përveç babës time?" Tha: "Po, unë i besoj Allahut, i cili është Zoti imi, i yti, edhe i babës tonë, edhe i mbar gjithësisë, edhe i mbar njerëzve." Bia e Firaunit së shpejti shkoi dhe lajmëroi babën e vet dhe tha: "Babi im, ajo që më shërben mu, që më ndresh flokët mu, nuk të beson ti për Zot, po pas ka një Zot tjetër." E thiri Firauni, erdhi pranë Firaunit, tha: "A me të vërtetë i beson tjetër Zot?" Tha: "Po, unë besoj Zotin, besoj Allahun që s'ka Zot poshtë tij." Ajo femër në vëllezër të dashur, ajo grua ishte nën e 4 fëmijëve. I tha Firauni: "Shko meri fëmijët, beri para mua." Shkoi mori fëmijët, i proni para Firaunit. Firauni porositi të kallet një zarm, të ndjezet një zarm ku marrë një furr prej bakri, një furr prej bakri dhe ndjezi një zarm të këmbëllur të fortë dhe i tha kësaj gruaje, kësaj muslimane, i tha: "A do të besosh në mua si Zot, apo do të vazhdosh ta besosh edhe mua Zotin tënd?" Tha: "Jo, unë do të vazhdoj ta besoj Zotin tim, Allahun." Tha: "Nëse nuk them, shikoj çka kam me bë." E mori Firauni fëmijën e më të madhin fëmijë të kësaj gruaje dhe e hudhi në zjarrin e këmbëllur. Pasi u shkri fëmijën, pasi u shkri djali, tha: "Edhe mo vazhdoj të besosh në tjetër Zot?" Tha: "Vazhdoj të besoj Zotin Allahun një." E mori të ditin jahudi në zjarr, edhe mo vazhdoj të beson Allahun. E mori të tretin jahudi në zjarr, edhe mo vazhdoj të beson në Zotin. Kur erdhi te i fundit, të cilin e kishte në prehen të vet, vëllezër të dashur, ato që kishte në prehen, pra ishte foshti në prehen e nonës, filloi ta shiqon.
kur filloi ta shqetëson fëmijën e prehën, të cilin e kishte në krah, e shtrëngoi fort një herë. Atëherë fëmiu ngriti krije dhe tha: "Nam, mos u likshon, mos u dorëzon, beso Allahun një." Subhanallah, foli fëmiu pa kohë, tha: "Nam, mos u dorëzon, beso Allahun një, mos u frigo pse unë hudhem në zjarr." Vëllezër të dashur, kjo grua bashkë me fëmijën në krah që kishte, u hudh në zjarr me vetmin qëllim që të mos largon besimin në Allahun dhe Xhelal. Vëllezër të dashur, nonat e sodit, jo që ta hudhje vladin në zjarr, po i thot bijës vet: "Ani me nonën se ti e re, po tash është nxehet, edhe pak preje teknise, shumë të gjatë e kije. Edhe pak majcën me kraha ma të shkurt, vetëm me dizga, po ti e re me nonën, ha se ti e re, se nxehet është vap." Subhanallah, a kjo është vap apo zjarri? A kjo është vap apo zjarri i xhehenemit? Vëllezër të dashur, kjo grua muslimane u hudh në zjarr me fëmijën e vet në krah që kishte, vete pensa shkoj me vetmin qëllim që Allahu ta beson, Allahu të mos e mohon, pos Allahu që kërkuj Zot të mos i thot, dhe kjo grua ka hyrë në xhenet bashkë me fëmijët e saj, po ç'është karakteristikse? Një kap prej katëve të qiellit i vin era aroma e miskut për asaj grua muslimane. Vëllezër të dashur, ç'u kanë qenë musliman? Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë me Xhibrilin arritën para Sidratul Muntahas. Kur arritën para Sidratul Muntahas, Xhibrili u ndal, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ja Xhibril, e thash, tha ja Rasulullah, ti vazhdo rrugën, unë deri këtu e kam stacionin e fundit. Por nuk ka leje më në ta. Më të tjerë nuk kanë leje, ti vazhdo." Vazhdoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç thot Allahu dhul jalal në Kur'an: "Thumma dana fatadalla, fakana qaba qawsayn aw adna." U afru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u afru deri në Sidratul Muntaha, aty ku e pa për herë të fundit Xhibrilin në formën e tij, siç e ka kriju Allahu dhul jalal. Pastaj vazhdoi rrugën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përshëndeti Allahu dhul jalal së pari dhe tha: "At-tahiyatu lillah, was-salavatu wat-tayyibat." Përshëndetje, fjalët e bukura, punët e mira, të pastra i takojnë Allahu dhul jalal. Lutjet, faljet, kërkesat i takojnë Allahu dhul jalal. Allahu dhul jalal ja mori selamin, ja mori përshëndetjen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka i tha? "Assalamu alejke ejuhën nabi." Selami qoftë për ti o pejgamber. Assalamu alejke ejuhën nabi, wa rahmetullahi wa barakatuhu. Mëshira e Allahut dhe bereketi Allahut dhe të mirat e tij dhe bekimet e tij qofshin për ti o pejgamber. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e merr selamin, por se mban vetëm për vete, por thot: "Assalamu alejna wa ala ibadillah as-salihin." Selami qoftë mbi mua dhe mbi robët e Allahut, mbi robët e mirë të Allahut, pra mbi njerëzit e mirë, mbi muslimanët, prej arshjallas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për cilë përshëndetjen e Allahut deri te ummeti i tij, deri te njerëzit që besojnë Allahut dhe pejgamberin. E pastaj fa auha ila abdihi ma auha. Allahu dhul jalal i shpalli çka dashti dhe i tha çka dashti vetëm ai e di, dhe ai që ishte dhe ai që ndëgjonte fjalët e Allahu dhul jalal, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, para se të ndahet, para se të mbaron vizitën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "O Zot, ti je ai që e dhurat, cila do të jetë dhurata ite për mua dhe ummetin tim?" Tha Allahu dhul jalal: "O pejgamber, dhurata ime për ti dhe ummetin tënd është 50 namaze brenda ditës dhe natës." 50 namaze. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdoi rrugën. Kur arriti në kratin e 6 të qiellit, si që ka takuar dhe kur u ngrit lart, u taku me Hazreti Musa. Musa alayhis salam tha: "O pejgamber, çfarë dhurate dha Allahu dhul jalal?" Tha: "Më dha 50 namaze gjatë ditës dhe natës." Tha Musa alayhis salam: "O
o Resulullah, unë kam përvojë të hidhur në umetin tim, 50 namaze janë shumë, lutë Allahun Xhelal ta pakon. E lutja Allahun pejgamberi, o Zot, tha ndoshta mos janë shumë 50. Allahu Xhelal tha që prej 50-ve 25. Erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur u taku me Hazreti Musa, e pyeti tha çka ndodhi? Tha mi zbriti prej 50 25. Tha ja Resulullah, edhe mo janë shumë për umetin tonë. Lutë Allahun ta pakon. E lutje edhe një herë. Allahu Xhelal tha, o pejgamber, unë do t'i la ty fars 5 namaze në ditët, pra 5 në praktik, ndërsa në vlerë do t'i shpërblej si kur me i falë 50 namazë. Vëllezër të dashur, 5 kohë namazë, në u bon fars pra arshi Allahs, nuk në u bon fars në tonë, në sipërfaqen e tokës, si që u bon fars ibadetit tjera, namazin në u bon fars pre arshi Allahs, 5 kohë të namazës, edhe ato në duken shumë. Po t'ishin konë 50, qka dhe të bëshin ne? Subhanallah, 5 kohë të namazës, dhurati ki o vëllezër të dashur, dhurat dhe oshtan në vend të mirajit, kohë namazit për umet. Muslimani kur falë namaz, ajo është në miraj, si që ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në miraj. Vëllezër të dashur, erdhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bashkë me Gjibrilin alaihi salam, zbritën në Mesjidul Aqsa, marrin borakun, vazhdojnë rrugën, arrinë në Mekë, pushon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa zati gjithë udhtim o vëllezër të dashur, gjithë mision sa zati, a dini sa zati, a dini sa kohë mori, kur u kthi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shtratin e tij ku ish duke pushu, kur erdhi Gjibrili ta merr, a dini çfarë ndodhi? Shtrati edhe më ishte ngrohtë. Subhanallah, ka qëta zgato vëllezër të dashur, por Allahu Xhelal është ai i cili i bën punët me shpejtësi që neve s'na mërmendja, por pasi na shpjegon Allahu në Kur'an dhe pejgamberi në hadith, për neve kjo është mos e besueshme se sa një e një bëjnë dy. Kur arriti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë, pushtoi deri në mëngjes u ngrit, doli në mbështet pranë Ka'bes, kaloi Ebu Xehli, tha çka ka treje sot? Tha sot ka treje, se unë sonte natën kam qenë në Mesjidul Aqsa, pra në Kudus, në Palestinë në okupuar nga duart e qifutve që musliman shumë pak brendosën për to. Tha kam qenë në Mesjidul Aqsa, pra në Kudus i Sharif. Ebu Xehli për herë të parë i tubon njerëzit që të ndëgjon fjalën e pejgamberit. Vetëm tubon, thot, afroni të ndëgjoni çka thot Muhamedi. Kur u tubon njerëzit, tha urdhno, tha po ju tregoj se sonte kam qenë në Mesjidul Aqsa, tha edhe një kthim të njëjtën natë, usë të cilën na e bën me muaj me deve tona, ti ke shku dhe ke ardhë, tha po me fuqinë Allahut. Disa njerëz e lëkunin krije, disa u largoshin, s'dojshin ta ndëgjojnë, se është e pabesueshme. Vëllezër të dashur, pastaj Ebu Xehli e takoi Ebu Bekrin dhe tha, ja tregoj rastin. Ebu Bekri tha, e ka dikale? Tha, a ka thonë? Tha, po, është të thonë bile, vazhdon të thotë. Ebu Bekri tha, nëse ai ka thonë, unë i kam besu, që të mos i besoj? Pasi ti i besoj se i vjen me laqja prej qiellit dhe ja bjen Kur'anin për Allahut Xhelal, se të mos i besoj që fuqia Allahut mund ta ngrej edhe këtë ta çon. Pra vëllezër të dashur, nuk bëhet fjalë për fuqi njerëzore, nuk bëhet fjalë për ngritjen e pejgamberit si njeri, por bëhet fjalë për fuqinë e Allahut Xhelal, që ai kur don një gjë i thot kun, fayakun. Bëhu dhe ajo është bëhu. Te Allahu nuk ka punë të zametë, te Allahu nuk ka punë të vështirë, te Allahu nuk ka punë të rëndë. Pra u emërtu Ebu Bekri es-Siddiq, nga se e besoj fjalën e pejgamberit edhe më pa ndëgju nga goja e tij. Pastaj tha, a keni një argument që ti ke qenë në Mesjidul Aqsa? Tha, urdhoni, çfarë argumenti doni? Tha, a mund të na përshkruash Mesjidul Aqsa? A mund të na tregosh si ishte Mesjidul Aqsa? Vëllezër të dashur, pejgamberi në Mesjidul Aqsa hini natën dhe nuk ishte rrinë dhe nuk ishte dritë. Tha, po ju tregoj. Allahu Xhelal ja pruni parasive në Mesjidul Aqsa dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tregon që këtu është një direkt, që këtu është një dritare, që këtu është dritarja tjetër, që këtu është dera, që këtu është hinja, që këtu është sipërfaqja, që këtu është kumja. Kur ja tregoj, a dini çka thon? Po,
Mesgjidul Aksaja qashtu është, ama ti na rejnë njëve se ke qenë atje. Subhanallah. Mesgjidul Aksaja qashtu është, ama ti kishe qenë atje, na rejnë ti s'ke qenë. Po si e din se si është, subhanallah. Pastaj tha, a do një argument tjetër, do t'ju tregoj se karvani deve dhe juja e kom taku filan vend, do të vanohet se ka ndodhur një vjedhje, prandaj do të vanohet, do të arrin filan dite duke dal dielli. Kur del dielli, karvani do të arrin. Filan devja e filanit prin deveve përpara. Tha prit një filan dite duke dal dielli kanë arrit. Kur erdha ajo ditë, nxjerrën dy njerëz. Njëri rumte lindjen e diellit, a tjetri prit të rrugën të shef deve. Njëri tha që dielli ka lind, a tjetri tha edhe devet arritën. Pra kishte argumenti tjetër. Megjithatë, ata që nuk dashën nuk besuan, ata që dashën besuan. Vëllezër të dashur, Israji dhe Miraxhi në pika më së të shkurta, nga se kjo është ndodhi që duhet të përkujtohet. Vëllezër të dashur, na me këtë çka dumi të themi? Dum të themi me këtë se na duhet të marrim mësim nga durimi, nga qëndrueshmëria, nga burnia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Duhet të marrim mësim se Allahu Xhelal kur do një punë të bëhet, nuk ka shëron as pak për Allahu Xhelal. Duhet të marrim mësim se namazi na u bë fars për arshi Allahs, pa ndërmjetësimin e Xhibrilit. Prandaj Allahu Xhelal na lehtësoi dhe na dhuroi 5 kohë të namazit. Mos ta na shkalojmë namazin, por ta falim namazin, ta ruajmë namazin si dyshit e babë. Vëllezër të dashur, pra lindja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shpallja e Kur'anit Kerimit, Israja dhe Miraxhi, hijreti, shpërngulja, lufta e Bedrit, çlirimi i Mekës, janë data të cilat duhet të përkujtohen dhe nga kjo musliman duhet të mësohen, të marrin mësim nga jeta, nga ndodhit, nga biografia e të dërguarit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra vëllezër të dashur, Israja dhe Miraxhi përsëritën. Dhe Israja dhe Miraxhi cila ka ndodhur në 27 natë të muajit Rajab. Nata e 27 të muajit Rajab, sipas shumë variantave, është nata e Isras edhe Mi'rajit. Na kur përkujtojmë rastin dhe ndodhimin e Isras edhe Mi'rajit me shumë keqardhje e përmendim, nga se vendi ku është ngrit pejgamberi për në Mi'raj, pra Mesgjidul Aksaja, sot rënkon në okupimin që fut, ku muslimant kanë dhe posedojnë mundësi materiale, ushtarake, njerëzore, të gjitha i kanë mundësit, por ju mungon guximi të cilin e ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilin e ka pas Omer ibn al-Khattabi, të cilin e ka pas muslimanët e parë. Sot muslimanëve ju mungon në vëllezër të dashur. Ju mungon muslimanëve guximi, pra kjo që tham deri tash, inshallah nuk i kemi lodhur as i kemi mërzit, duke përcjell një ndodhi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke shpresuar Allahu Xhelal që muslimanët i kthehen islamit, muslimanët ta çlirojnë Mesgjidul Aksan, muslimanët ta lirojnë Mesgjidul Aksan nga thundra e okupatorëve, të cilët e kanë fllihur me kamp të tyre Mesgjidul Aksan. Lusim Allahu Xhelal që Israja dhe Miraxhi të jetë një kujtim për mbar muslimanët dhe të jetë një gajlose për mbar muslimanët dhe të jetë një mësim për mbar muslimanët në biografinë dhe ndodhitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe dhash Allahu Xhelal burra që të marrin guximin dhe ta çlirojnë Mesgjidul Aksa dhe t'ia kthejnë vlerën të cilën e ka, me të cilën e ka lavdëruar Allahu Xhelal në Kur'an. Lusim Allahu Xhelal, musliman kudo që gjenden, Allahu t'i bashkon. Zemrat e muslimanëve në mes vete, Allahu t'i dashuron. Nga tresat që kanë musliman mes vete, Allahu t'i largon. Lusim Allahu Xhelal, rinin ton në islam ta udhëzon. Pleqët ton të jetë jetë të lumtur dhe shëndet të plotë. Të varfërit ton Allahu t'i pasuron, të sëmurit ton t'i shëron, të burgosurit ton t'i liron, të vdekurit ton t'i mëshiron. Mbar muslimanëve që ndihmon, zullumqtarët mes vete helash t'i ban. Ela in ahsan al-kalami wa ablaga an-nizam. Kalamullahi al-Malik al-Qadir al-Aziz al-Allam. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى خاتمهم وسيدهم أجمعين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين والكافرين بالكافرين والمنافقين بالمنافقين ونجنا بينهم آمنين سالمين آمين يا رب العالمين. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.